Marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve dhe zhvillimet aktuale në rajon kanë qenë në qendër të diskutimit në takimin e paradites në presidencë ndërmjet shefës së shtetit Vjosa Osmani dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama. Në njoftimin që ka lëshuar zyra e Osmanit thuhet se në këtë takim u theksuar rëndësia e koordinimit të vazhdueshëm Kosovë-Shqipëri si faktor stabiliteti dhe paqeje në rajon, duke vlerësuar rolin konstruktiv të dy shteteve në nisma ndërkombëtare që promovojnë dialogun dhe bashkëpunimin. Në takim u tha se është folur edhe për bashkëpunimin në kuadër të Bordit të Paqes, ku u nënvizuar rëndësia e angazhimit të përbashkët në iniciativa globale që promovojnë sigurinë, dialogun dhe vlerat demokratike. Në këtë kontekst u theksua se Kosova dhe Shqipëria janë të nderuara me ftesën nga Donald Trump për pjesëmarrje në këtë bord si shenje partneritetit me aleatët strategjik. Rama ka uruar Osmanin dhe qytetarët e Kosovës për 18 vjetorin e pavarësisë, duke rikonfirmuar mbështetjen e plotë të Shqipërisë për shtetin e Kosovës dhe aspiratat e tij euroatlantike. Tepihu i kuq u shtrua pasdite në kryeministri. Garda e Nderit u rishtua në ndërim të Ramës që kaloi plot një orë me homologun e tij kosovar Albin Kurti. Në njoftimin e kryeministrisë thuhet se marrëdhëniet ndërshtetërore, marrëveshjet ndërqeveritare, projektet infrastrukturore me interes të përbashkët dhe mundësitë e reja në këtë mandat të dy qeverive ishin temat kryesore të diskutimit. Rama ka uruar kryeministrin Kurti për fitore në zgjedhjet e 28 vjetorit dhe për formimin e qeverisë thuhet në njoftim, bashkë me shprehjen e vullnetit të qeverisë për forcimin dhe zgjerimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në shërbim të qytetarëve dhe mbarkombit.